Falemderit e ndashur kryeministër, i dashur Edi. I dashur Roy, jam dakord dhe është kënaqësi dhe nder për mua që jam këtu pak pasi kemi publikuar paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, e cila ka sjellë një dinamik të re në procesin e zgjerimit. Dhe tashmë kjo është një çështje me të cilën ne po punojmë dhe me rezultatet të cilave ne po punojmë dhe gjithnjë e më shumë kjo çështje ka të bëjë me sigurinë dhe Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjë e më shumë dyer dhe ju përmendët 7 prej tyre. Faleminderit për këtë dhe shumë dyer të tjera do të hapen. Dhe shtëpia juaj Europa po ju pret. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet ta bëjmë këtë gjë edhe në formë institucionale, pra që ju të bëheni shtet antar i Bashkimit Evropian. Sot kemi ardhur këtu për të bërë një vlerësim të ecurisë, për të parë çfarë ka ecur mirë me planin e rritjes dhe në cilat fusha duhet të bëjmë më shumë, sepse tashmë kemi mbushur 2 vjet që nga fillimi i zbatimit të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, 2 vite nga 4 gjithsej. Pra jemi në pushimin mes 2 pjesëve, të parë se sapo mbaroi dhe të dytës që kemi përpara dhe tani është momenti i duhur për të bashkëbiseduar. Kemi mjaft për të festuar, por në të njëjtën kohë duhet jemi të sinqertë që 2 nga 6 vendet e rajonit ende nuk kanë filluar të miratojnë reformat apo zbatimin. 2 performuesit më të mirë kanë miratuar rreth 50% të reformave të dakordësuara dhe këtu ne shikojmë një lidhje shumë të mirë ndërmjet avancimit në procesin e antarësimit dhe reformave. Ndërsa sa u përket fondeve të disbursuara, jemi ende nën 10% të shumës totalja, pra dhe 400 milion euro nga një paket për 6 miliard eurosh që janë lënë më njanë për rajonin, pra ne mund të bëjmë më shumë dhe duhet të bëjmë më shumë të gjithë së bashku. Dhe dëshiroj që ta përdor diskutimin e sotëm për të planifikuar për pjesën e dytë të zbatimit të planit të rritjes. Pra ku mund të bëjmë më shumë? Në ç'fusha mund të mbështesim ne ju më mirë? Komisioni Evropian dëshiron që plani i rritjes të jetë tërësisht i suksesshëm dhe së fundmi unë kam folur shpesh për nevojën për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit, për të integruar të gjithë fqinjët tanë sa më shpejt që të jetë e mundur në gjithnjë e më shumë fusha të ndryshme të politikave të BE-s, për shembull vendet tuaja të bëjnë pjesë e tregut tonë të përbashkët, e tregut tonë të energjisë, e zinxhirëve pan-evropian të vlerës. Pra ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë që sot një realitet i prekshëm për qytetarët tuaj dhe ju folët pikërisht për këtë gjë, në mënyrë që të sjellë më shumë begati, siguri dhe stabilitet për mbar kontinentin evropian në këtë kohë kur ne kemi të tjerë të cilët do të donin që ne të mos ja dilnim ba. Në disa fusha pra kjo punë ka marrë formën e vet. Shqiptarët, malazezët, për shembull tashmë dhe maqedonësit përfitojnë nga kosto më të ulta për transaksionet falsepas. Pra 62 milion euro që janë kursime nga Maqedonia, po, faleminderit. Por objektivi ynë është që të gjithë ju të esni përpara në sinkron. Pra nuk duam që ndonjëri prej jush të mbetet pas, sepse në fund të fundit i gjithë Ballkani Perëndimor i përket Bashkimit Evropian si antar të barabartë dhe theksoj këtu me të drejta të plota, duke njohur kështu faktin që ju do të keni arritur përputhjen e plotë me legjislacionin dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Pra le të përqendrohemi sot tek mënyrat se si mund ta përshpejtojmë punën në këtë pjesë të dytë që kemi përpara. Dhe kemi një afat veçanërisht të rëndësishëm që po afron. Në qershor do të kemi nga raundi i dytë i raportimit skadimin e periudhës një vjeçare të pritjes së mëtejshme për reformat e papërmbushura pra. Dhe rrezikohen thuajse 300 milion euro të destinuara për vendet tuaja. Këto janë fonde nga të cilat duhet përfitojnë qytetarët tuaj, me të cilat mund të ndërtojnë linja tramvaj, rrugë, shkolla, spitale. Prandaj le të diskutojmë sot se si mund të ulëm më tej edhe tarifat e roamingut. Pra ju folët për